I ullur në këtë karrige, në këtë tavolinë, është fotografia e fundit e Ismail Qemalit në Stamboll, fotografia e fundit që njihet, që prej datës 2 tetor të vitit 1912 deri në datën 2 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali qëndroi në Pera Palace Hotel, hoteli më i famshëm dhe më luksoz i Stambollit asaj kohe dhe qendra e takimeve të atyre që quheshin ambasadat e huaja, trupi diplomatik, por edhe pjesa politike e Stambollit. Për një muaj, ai bisedoi me korrespondentët e huaj duke folur se çfarë po ndodhte në luftën ballkanike, ku 4 fuqitë ballkanike kishin sulmuar perandorinë osmane. Në këtë hotel, ai ndërtoi strategjinë e autonomisë që më pas u bë pavarësia e Shqipërisë dhe qëndroi bashku me djemtë e tij dhe një grup patriotësh duke përfshirë dhe Luigi Kurakuqin. Nga këtu, do t'ju tregojmë pas, ai u nis për të shpallur pavarësinë në 2 nëntor të vitit 1912. Pra nga kjo derë doli në datën 2 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali, djemtë e tij dhe Luigi Kurakuqi, bashku me një grup patriotësh, të cilët kishin vendosur të niseshin për shpallur autonominë e Shqipërisë, ajo që më pas u bë pavarësia e Shqipërisë. Pra nga kjo derë në 2 nëntor të vitit 1914, ai u nis drejt skelës së Gallatës, e cila është pak më në të majtën time, prej nga mori një anije, pra një vapor rumun që e dërgoi në portin e Konstancës. Nga Konstanca u thoi drejt Bukureshtit, nga Bukureshtit drejt Budapestit, Vienës, u kthye sërish në Budapest, sërish në Vjenë, nga Vjena në Trieste dhe zbarkoi në portin e Durrësit në 22 nëntor të vitit 1912. Më pas, me 28 nëntor të vitit 1912, shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Pra nga ky hotel në zonën e Perës në Stamboll, me rrugë pavarësia e Shqipërisë dhe rrugtimi i Ismail Qemalit për ta shpallur atë. Ismail Qemali zbriti nga kjo rrugë që lidh Pera Palasin me skelën e Gallatës për të marrë vaporin që do ta çonte atë fillimisht drejt Rumanisë. Që të mrihej në Shqipëri në kulm të luftës ballkanike ishte thuajse e pamundur në rrugë toksore, por njëkohësisht ishte thuajse e pamundur të vije nga lindja drejt perëndimit. E vetmja rrugë që të arrihej në Shqipëri ishte të rrotullohesh nëpër kontinentin evropian dhe t'i afrohesh Shqipërisë nga perëndimi, pra nga Triestja ose nga Italia. Ismail Qemali vendosi të zgjedhë këtë rrugë. Në datën 2 nëntor ai mori vaporin që e çoi në Konstanca të Rumanisë. Prej atje mori trenin e parë për të vendosur në Bukuresht, në kryeqytetin e Rumanisë, në Hotel Continental, ku ai pati takimin e parë me komunitetin shqiptar të Bukureshtit, i cili ishte një nga komunitetet më të organizuara, më aktive dhe padyshim më patriot të gjithë komuniteteve shqiptare të vendosura në perëndim. Ai pati takime me politikan rumun dhe me përfaqësues të komunitetit, ndërsa në datën 7 nëntor, në kohën që ai hipi në trenin që do ta çonte drejt Vjenës, Kristo Meksi dha atij në dorë një çek prej 500.000 frangash ar, dhuratë taqe UNESCO-t, kryeministrit të shtetit rumun, të Rumanisë, për shtetin e ri shqiptar. Kështu që shteti i ri shqiptar e nisi buxhetin e tij të parë, si thua financat e tij të para me 500.000 franga ari dhuruara nga një kryeminist rumun që pretendohet, ende nuk di ta them me saktësi, që ishte me origjinë nga Voskopoja e Shqipërisë. 14 veta në total, 3 djem midis tyre të Ismail Qemalit, Luigi Kurakuqi, përfaqësues të komunitetit shqiptar në Stamboll dhe në Bukuresht, të përforcuar dhe me vullnetar të tjerë. E gjithë kjo dërgat, po e quajmë gjithë ky delegacion, u nis me tren drejt Vjenës. Por në Vjenë Ismail Qemali mori vesh që Konti Bertold, ministri i jashtëm i perandorisë austro-hungareze, ndodhej në Budapest për hapjen e seancës së parlamentit të ri. Ai u ftua pra në Budapest në kështjellën e një miku i tij, Kontit Andrasi, i cili ftoi në këtë takim edhe Kontin Bertold. Takimi mes njeriut që do shpallte pavarësinë e Shqipërisë dhe Kontit Bertold ishte krejtësisht informal, krejtësisht i pa dokumentuar dhe ka vetëm një dëshmi që erdhi disa dekada më pas, kur asnjëri prej personave që ishin në atë takim nuk ishte më gjallë. Personi ishte At David Pepa, i cili ishte një student seminarist në atë kohë në Vjenë, por që u thirrë që të shërbente si përkthyes mes Ismail Qemalit dhe Kontit Bertold në momentin që mungonte Padër Anton Harapi. At David Pepa e mbajti bisedën e tyre, sidomos pjesën kyçe të bisedës sekret për një periudhë shumë të gjatë kohe. Por në vitin 1945-46, kur ai ishte i burgosur dhe duke dhënë shpirt një nga qelit e sigurimit të shtetit,
A i besoi atë zef plumit sekretin e tij. A i tregoi se në takimin e kështjellës në periferi të Budapestit, Ismail Qemali me i gjuhë diplomatike ishte drejtuar Kontit Bertold, ministrit jashtëm Perandorisë austro-hungareze. Në qoftë se unë nuk do kem një shtizë ku të lidh flamurin e Shqipërisë së re, çfarë duhet bëj? Konti Bertold, i cili kishte insistuar gjatë që Shqipëria të shpallte pavarësinë dhe kishte konfirmuar Ismail Qemalit që edhe kajzeri i Gjermanisë ishte përgjigjur në datën 5 nëntor pozitivisht për krijimin e një shteti shqiptar, ju përgjigj me qetësi. Merr një bajonet austro-hungareze dhe vare aty. Ishte fraza që do të thoshte që Shqipëria kishte mbështetjen e plot perandorisë austro-hungareze në misionin e saj për të shpallur pavarësinë dhe për të krijuar një shtet të pavarur. Ismail Qemali qëndroi atë natë në Budapest. Ai u kthye në Vjen prej nga nis të parën dhe shumë interesant letër. Letra e tij e parë është letër, telegram, është ndaj Lefnosit, ku thot 18 nëntor 1912. Ajo është nisur nga posta e Triestes. Me vaporin e parë po mbri, e ardhmja e Shqipërisë është e sigurue. Ju porosis që ty ke i mbështetun fatit të dheut, punoni bashkë si vlezën, të merreni me rregullimin e punëve të përgjithshme dhe të runi qetësinë. I jepni rretheve të lajmin e gëzushëm. Ju falem gjithve atnisht Ismail Qemali. Më pas, ati nisë dhe një telegram i dytë që i thot, përpara të premtes arrin Durrës, e mbledhuna e përfaqësuesve në Durrës ose në Vlorë është e domosdoshme. I thirrni të gjithë, gjersat vi unë bani qetësi e bashkim. Çështja politike u sigurua përfundimisht. Ismail Qemali. Telegrami është në gegrisht sepse me siguri i shkruar nga Luiq Gurakuqi. Dërgata hipi në datën 19 nëntor në një prej anijeve të linjës Lloydit që lidhte Triesten me Korfuzin dhe në datën 21, disa thonë 23, këtu është shumë e pakuptueshme. Ai vapori mbriti përpara Durrësit. I gjithë delegacioni shqiptar zbriti, por atmosfera në Durrës nuk ishte ajo që pritej. Komandanti i Gjandarmerisë së qytetit, Hamdi Toptani, kishte marrë masat që të mbroheshin deri në fund përfaqësuesit e delegacionit shqiptar. Por Mytes Arifi i Durrësit, një beratas me origjinë, dhe sidomos peshkopi i kishës të Durrësit, filluan të kishin shumë probleme dhe të krijonin pasiguri. Për më tepër, forcat serbe ishin më pak se sa 2 ditë larg qytetit dhe rreziku që ata të mbrinin përpara se sa delegatët nga të gjithë qytetet e Shqipërisë, nga të gjithë rrethet e Shqipërisë, të mblidheshin për të marrë vendimin, ishte shumë i madh. Atë ditë, mbasi qëndruan në hotelin e Aziz Bej Vrionit, përfaqësuesit e delegacionit, cilëve ishin bashkuar dhe përfaqësues lokal shqiptar, Domni Kollkaçori, Murat Toptani e të tjerë, vendosen që pavarësinë ta shpallin Vlorë. Për këtë u njoftua me një telegram Vlora që të merrte të gjitha masat. Ndërkohë, të gjitha qytetet e Shqipërisë kishin zgjedhur përfaqësuesit e tyre. 84 përfaqësues do të përfaqësonin të gjitha territoret shqiptare, nga Mitrovica e deri në Prevez, nga Parga e deri në Prizren, nga Gjakova, Peja, Shkupi, Tetova, Manastiri, për krijimin e shtetit të ri shqiptar. Delegacioni, pra dërgata po e quaj kështu, u nis, disa thonë në datën 23, disa në datën 25, personi që i ka shoqëruar ata dhe që jetoi deri në vitet 60, Këmbgul që ka qenë data 25, u nis me kuaj dhe për të shmangur në një ndalim të mundshëm të autoriteteve osmane, ndërkohë që osmanët ishin të rrethuar në gjithë territoret nga ushtritë ballkanike sepse ishte lufta ballkanike, udhtoi përthuajse 2 ditë e gjysmë, 3 ditë, për të mbritur në Vlorë në 27 nëntor masdite. Në Vlorë atmosfera ishte krejt ndryshe nga Durrësi. I gjithë qyteti ishte në rrugë për të pritur përfaqësuesit e tij. Me 28 nëntor u mblodh kuvendi i Shpinë Vlorave, u mblodh kuvendi i pavarësisë. Në fillim u verifikuan mandatet. Nga 84 përfaqësues të mandatuar nga të gjitha krajinat e Shqipërisë, 43 ishin prezent në sallë. U krijua pra korumi me më shumë se 50% prezent. Mbledhja u hap në fillim me një fjalë shkurtër të Ismail Qemalit. Nuk pati diskutime për pavarësinë e Shqipërisë, por kryesisht për procedurat. Derisa në një moment, në orët e mbasditës së hershme, u hartua fraza e famshme, e cila edhe këtu ka shumë dilema se si u shkruajt dhe kush e shkruajti. Është deklarata e cila thot, deklarata e famshme e pavarësisë, e cila çuditërisht është shkruar në një letër me vija,
e marrë me siguri nga një blok. Pas fjalëve që tha zoti Ismail Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh në cilët ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za vendosën që Shqipëria të bëhet më vete, e lirë dhe e mosvarme. Pasi u përmend për Ismail Qemal, kryetarit të komisionit, rreziqet e mjerimet në të cilat ndodhet Shqipëria, kongresistët me një za pranuan independencën dhe shpallën Shqipërinë, shtet independent e të lirë. Nënshkruan 40 persona. Në nënshkrimet e tyre janë fletën e pavarësisë, e cila për fatin ton të keq nuk gjendet më, është zhdukur. Të 40 firmtarët, rreth orës 15 dite, dolën në atë që quhet balkoni Selamllëkut Xhemil Bej Vlorës për të ngritur flamurin e pavarësisë. Historia e flamurit është një histori vetes nga erdhi. Ishte ai Alvaro Kastriotit, ishte ai që u soll nga Bashkësia Shqiptare e Rumanisë, po më e mundshme është kjo e fundit. Murat Toptani, që ishte më i riu, e mori në dorë flamurin që ja dha Ismail Qemali për ta ngritur, një nga më të rinjt, për ta vendosur mbi një shkop. Ai filloi të recitonte një vjersh për atë dheun, por një shi i rrëmbyshëm i detyroi sërish delegatët që të futeshin brenda. Dita parë e pavarësisë së shtetit shqiptar nisi me shi. Por që nga ai moment Shqipëria krijoi një shtet të vetin, një shtet që ne sot e kemi ende prej 113 vjetësh, me shumë sakrifica, me shumë probleme, me shumë, po e quaj, sfida. Gjithsesi, nga 40 firmtarët e pavarësisë, një pjesë e madhe e tyre u vran, vdiqën në përburgje, u pushkatuan nga vetë shteti shqiptar, apo u vdiqën në përburgje dhe vetë shteti shqiptar. Njëri prej tyre ndoshta personi që kishte më shumë dokumenta, Lefnosi, po ashtu u pushkatua. Një pjesë arritën, ndruan jetë në kushte natyrale. I fundit ishte Dimitër Berati, që në mos gaboj ka vdekur diku rreth vitit 1970. Kjo ishte pak a shumë historia e Shqipërisë, historia e 28 nëndorit, një prej momenteve më të rëndësishme të historisë sonë.